Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë në Kosovë, Rozeta Ajdari, nuk merr pjesë në seancën e shqyrtimit fillestar në rastin e rezervave të shtetit. Përmes një postimi në profilin e saj zyrtar në rrjetet sociale, ajo deklaroi se në seancën gjyqësore për rastin e rezervave shtetërore nuk shkoi pasi nuk ka pranuar ndonjë thirrje për seancë nga ana e gjykatës. Në momentin që do e pranoj thirrje nga gjykata për seancën e ardhshme do të paraqitem, shkroi ministre Rozeta Ajdari. Kryetari i trupit gjykues Avni Sela tha se Ajdarit ishte dërguar ftesa për pjesëmarrje përmes postës, por deri më sot nuk ka marrë përgjigje nëse ajo e ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi propozimin për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Koçevski. Vendimi i takon tani deputetëve të cilët duhet të votojnë pro ose kundër propozimit për shkarkimin e Koçevskit. Qeveria ndërmori nismën për shkarkimin e Koçevskit prej kohësh, por procesi u ndërprer për shkak të tragjedisë në Koçan. Qeveria theksoi se të gjitha pengesat ligjore janë tejkaluar dhe se pas marrjes së mendimit të Këshillit të Prokurorëve Publik, propozimi për shkarkimin e Koçevskit i dorëzohet deputetëve. Qëllimi ynë mbetet i qartë, forcimi i sundimit të ligjit dhe garantimi sigurisë së papenguar të autoriteteve të ndjekjes në shërbim të qytetarëve, tha Maria Miteva, zëdhënëse e Qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria italiane ka gati planin për të rijapur qendrat në Shqipëri. Sipas mediave italiane që referojnë Ministrisë së Punëve të Brendshme, plani mund të gjejë zbatim në pranverë nëse marrëveshjet mbi 3 rregullore të reja të miratuara nga Këshilli Bashkim Evropian miratohen më 17 dhjetor. Hapi tjetër do të jetë miratimi në parlament. Gjadri sipas planit të ministrit të Brendshëm të Italisë, Matteo Piantedosi, do të rihap dyert e qendrës për azil kërkuesit që vijnë nga vende të sigurta në pritje të përmbushjes së procedurave të përshpejtuara kufitare, duke e konsideruar qendrën shqiptare si një qendër kthimi të krijuar në një vend të tretë të sigurt. Falë rregulloreve të reja europiane do të jetë e mundur të ndalohen emigrantët nga vendet e sigurta, aplikimet e të cilëve do të shqyrtohen përmes procedurave të përshpejtuara të kufirit. Bashkimi Evropian konfirmon se Komisioni ka ndërmarrë hapat e parë drejt heqjes graduale të masave ndaj Kosovës të vendosura në maj 2023. BE ka bërë të ditur se bloku evropian synon të vazhdojë me heqjen e mëtejshme të këtyre masave. Ajo ka mirëpritur dorëzimin e qetë të qeverisjes lokale në 4 komunat veriore dhe ka theksuar se pret që kryetarët e rinj të përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Po ashtu Bashkimi Evropian ka marrë në dieni shpalljen e zgjedhjeve të reja parlamentare që pritet të mbahen më 28 dhjetor, duke nënvizuar rëndësinë e një procesi zgjedhor të administruar mirë dhe konkurrues përfshir, certifikimin e partive politike, pjesëmarrjen e tyre dhe akreditimin e mediave nga të gjitha komunitetet. Këshilli i Bashkimit Evropian e përfshiu Kosovën në listën e vendeve të sigurta të origjinës në përpjekje për të përshpejtuar kthimin e emigrantëve, duke bërë më të vështirë për qytetarët nga këto vende të kërkojnë azil në BE. Përveç listës për vendet e sigurta të origjinës, Këshilli arriti pajtueshmëri edhe për konceptin e vendeve të treta të sigurta. Bloku shpreson se këto akte ligjore do ta forcojnë zbatimin praktik të koncepteve kryesore të vendeve të sigurta në listacionin e BE-s për azil, synimi të cilave është të vendosin procedura më të shpejta dhe më efektive azili për ata që nuk duhet të marrin mbrojtje nga Bashkimi Evropian. Së bashku me Kosovën, në listën e vendeve të sigurta të origjinës janë futur dhe Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Maroku dhe Tunizia. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.